A jemi ne dakord që të hysh Shqipëria sa më parë? Po, të hysh Shqipëria sa më parë, sepse ka më shumë kontroll. A jemi gati neve për të hyrë? Jo. Zgjedhjet e fundit e kanë shkatruar përfundimisht rrugën europiane të Shqipërisë. U habitën të gjithë miqtë e mi në konferencën në Moldavi para 2 ditësh. Kishte deputet, ishte presidentja e Moldavis, kishte eurodeputet. Kur shifnin videot se si vire fleta e votimit nga kutia për të kontrolluar, se si para se të votohej, shkonte kryetari socialisti i shifti kontrollonte votën, po ku ndodh në Evropë? Në cilin vend të Evropës, ose në cilin vend që aderon për në Evropë, ndodh një gjë e tillë. Po alarmuan kur pan fotot dhe videot e kriminalëve që rrinin aty me qindra, edhe me badge falso, të siguruara nga institucionet shtetërore, që dhunonin një nga një, u alarmuan. Si është e mundur, thanë, që kjo ndodh në Shqipëri? Si është e mundur, që Komisioni Evropian nuk ka folur më shumë për këto zgjedhje? Ndaj kërkojmë debat. Ky raport i ka të tëra, raporti 2023-2024 i ka të tëra. Fillon me parlamentin. Çfarë kërkon? Të paralajmëron Elisa, qëndrim kundër çdo vendimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancës. Këtë keni bërë gjithë të vite. Keni dashur të shkatroni sistemin e kontrollit, e keni shkatruar në fakt sistemin e kontrollit dhe balancës, por jo, nuk do ndodh më. E ke në fjalinë e parë. Çfarë kërkon tjetër? Dhe po ashtu të vazhdon, nënvizon detyrimin e Kuvendit të Shqipërisë për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pa vonesa. Po çfarë bën që nuk i plotson? Po ju duhej. Ju duhej deputetja, i duhej Edi Ramës të mbronte një deputete dhe nuk e zbaton vendimin e kushtetutës, e mbrojti i dha vota që të hynte në kuvend për ta mbrojtur. Po pse kështu hym neve në Evropë? Duke shkelur çdo parim, çdo standard? Edhe në Parlamentin Evropian, edhe në të gjitha mbledhjet që ne bëjmë, kemi dhënë sigurinë maksimale për të mbështetur çdo ligj, çdo procedurë, çdo gjë që duhet për integrimin. Por, ajo që na u sigurua është që procesi do të jetë në bazë meritokracie. Step by step, hap pas hapi, duke plotësuar të gjitha kushtet dhe duke plotësuar të gjitha kriteret. Vazhdon mëtej raporti. Zgjedhjet, thot, janë zhvilluar në një mjedis të thellë të polarizuar dhe garuesit nuk ishin kushtet barabarta. Është kriteri numër 1 i Kopenhagenit, ndarja e shtetit nga partia. Po ju ishin një parti shtet që abuzuat në mënyrë masive. Çfarë thot më poshtë? Shpreh shqetësimin se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative. Ja pra, kush e bëri këtë? Edi Rama, ju që bashkëpunuat me kartelet e drogës dhe me bandat, ju jeni turpi i Shqipërisë. Ndaj ajo që kërkohet është e pa... Përfundoi koha, zonja Vokshi. Ju lutem uluni, përfundoi koha dhe nuk ju ndalova për fjalor, duhet ju kisha ndaluar në fakt me mesazhet që po marr, se si e lejoni, sepse dua vërtet që të gjithë të dëgjojnë se çfarë keni për të thënë ju, që ndoshta edhe personalisht jeni një nga arsyet kryesore pse Partia Demokratike ka marrë atë rezultat që ka marrë në qarkun e Tiranës. Turpin ju nuk ta e tregoni dot ne, ju që nuk lini derë pa shkuar e nuk lini, uluni në vend, kam të drejtën e përgjigjes time, mënyra si ju flisni, fjalori juaj, qëndrimi juaj, ato që thoni për Shqipërinë, të jeni e bindur se nuk do pin ujë as gjëkund. Nuk do pin as ujë as gjëkund, sepse Shqipëria, ashtu siç thuhet dhe në raport, do t'i mbyll negociatat brenda 2027-s dhe brenda kësaj dekade do jetë
antare e Bashkimit Evropian. Ju shkoni dhe turpin tregojeni diku tjetër, aty ku protestoni në derë të Spakut, siç thuhet në aty raport, aty ku shantazhoni dhe kërcënoni prokurorë dhe gjykatës, cilët janë në punë të tyre, aty ku mbroni një njeri i cili është akuzuar për korrupsion madhor. Ndryshe nga gjithë ne. Tani uluni në vend dhe të fala atij që ishte me grip sot, koha e cilit ka përfunduar. Tani fjalën e ka zonja Dhima dhe përgatitet zonja Zhupa. Po, 10 minuta e kishit fjalën, uluni në vend tani. Po, Ministri Balla për replikë. Ne i gjojmë me vëmendje deputetët, edhe me vëmendje më të madhe për deputetët që gënjejnë. U tha këtu që qeveria ka dhënë 3 javë para zgjedhjeve 100 kusur licenca për 28.000 hektar toka. Tani për kultivimin me qëllim mjekësor të kanabis. Tani kjo gjëja nuk ka ndodhur, pra nuk është dhënë asnjë licencë. Si bëhet kur gënjen deputeti? Haptas kështu. Tani e para është që u tha ka dhënë 110 licenca. Tani e para është që para 5-6 vitesh është miratuar disa zona dhe VKM-ja thjesht ka përcaktuar zonë, nuk ka dhënë asnjë licencë. Pra nuk ka sot asnjë licencë operimi në këtë sektor, të dhënë nga qeveria, autoriteti i përkatës. Tani si bëhet kësaj flamur maseron dot që deputetja gënjen hapur e that e kam sqaruar personalisht Michael Gallerin të shtunën para zgjedhjeve, para se të vinit ju pas nesh. Një sekond, ta mbaroj. Jo, edhe ai e di mirë që e keni gënjur ju, po ju tani nuk ka pasur nga qeveria asnjë falje gjobe, sepse minimalisht paktën sa kohë keni bërë në parlament, do e kishim mësuar. Falja, amnistia bëhet me ligj. Ligjin e kemi miratuar në dhjetor, nuk e kemi bërë 2 ditë para zgjedhjeve. Po s'bëhet. Dhe ndërkohë që ajo që ka miratuar qeveria ka marrë edhe Zonja Dhima ka fjalën, përgatitet zonja Zhupa. Dhe kërkoj ndjes për ndërprerjen e fjalës, por sigurisht IT-ja kanë marrë sigurisht porosi që kur mbaron fjala ajo të ndërpritet për të gjithë njësoj. Ishte replik nga ana e Ballës për Albanën. E nderuar zonja kryetare Kuvendit, të nderuar kolegë të dashur qytetar. Projekt ligji për performancën energjetike të ndërtesave vjen për